Gjatë vizitës në Gjirokastër, Ministri i Bujqësisë Andi Salla u ndal në zonën e Çajupit, në një prej shembujve më të veçantë të blegtorisë të agroturizmit në vend, stanin e Pullum Kokos. Ky është një biznes familjar që vijon prej Trebrezash, ku sot mbar shtohen rreth 1200 krerë dele dhe 800 qengja, duke ruajtur traditën e hershme të blegtorisë në zonën malore të Gjirokastrës. Ministri Salla vlerësoi kombinimin e traditës me inovacionin e ekonomi rurale, duke cilësuar këtë si një model që sjell zhvillim të qëndrueshëm për zonën. Ai theksoi gjithashtu rëndësinë e mbështetjes shtetërore për sipërmarrje të tilla, duke ftuar fermerin të aplikojë në skemën kombëtare të bujqësisë dhe në instrumentet financiare mbështetëse, përfshirë nismën dyfishon ndërmarrjen tënde. Kemi 1200 krerë dele, pa qenja, pa rimontin. Unë jam brezi 3 që trashëgoj këtë tufë. Gjyshi babaj, unë. Çfarë të duhet tjetër nga skema kombëtare për atë masë që ne kemi vendosur? Pra, ne kemi vendosur pajisje, tankera për qumshtin, pra do krijojmë një stand model, siç ti ke ndërtuar këtu, por duhet të japim mesazhe edhe për standet e tjera në gjithë Shqipërinë. Gjithçka është eficiente, edhe pjesa e paneleve. Sepse tek stani që ne kemi vendosur në radhë të parë është rrethimi, është rrjeta elektrike që rrjeta elektrike shërben për pjesën e kullotës që ta hash me sistem kullotën, sepse është me frutshme. Por unë jam plumbi, kam delet dhe natyrën. Dhe këto i kam ndërtuar të treja. Në momentin që unë i kam të treja këto, ti jeton me natyrën. Jetoj me natyrën. Dhe kjo është gjë e madhe kush e mendon që do të jetoj me natyrën. Sepse ka njerëz që duan ta shikojnë natyrën nga larg dhe nga fotot. Jo, nuk është kjo. Duhet ta prekësh natyrën apo eksperiencën që të vish të flesh në një stan. Të flesh në një stan, qoftë tek mua, qoftë tek barinjtë e tjerë, qoftë tek sepse Shqipëria është e rrethuar nga malet, dhe malet i ka shumë të bukura. Nuk është vetëm mali i Çajupit, domethënë gjitha malet që na rrethojnë ne kanë veçoritë e veta, kanë bukuritë e veta. Kam 8 vite që e ushtroj unë këtë pjesë, stanin e kam kthyer në atraksion turistik, si për vendasit edhe për të huaj. Pullum, nëse do të kishe një tanker të mirë për transportin brenda standardit, është nga pajisjet e rëndësishme për ti? Patjetër, sepse klienti e krijon atë sigurinë dhe thotë që po, këtu vlen. Ku e çon qumshin? Qumshtin vjen e merr një punishtë artizane, është në fshatin Asim Zenel, ndër disa tufaj, është artizan i vjetër. Sa kilogram do ndi? Tani 100 kilogram për arsye sepse si kam këputur dhënë. Mjel vetëm ato që kam therrur për kampingun. Në një janari, në 6 muajin e parë, ti do depozitosh tek tatimet faturat që ti shet qumshtin, mishin dhe do marrësh 10% të gjithë dyrëshit. Po. Nëse ti faturon 50 milion lekë të vjetra në vit, qumësht mish, ti do të marrësh 5 milion lekë. Po. Kjo është një ndihmë e madhe. Është rëndësishme që ti dhe çdo blegtor tjetër të bëhet pjesë e skemës kombëtare. Aktualisht në 20 bashki ne po bëjmë bashkitë e para, pra, sepse do të bëjmë në 61 bashki, por 20 SHPB-t e para ne i kemi krijuar tash. Edhe do të kalojmë në të gjithë bashkitë. Jemi duke punuar, grupi i punës nga Ministria ka filluar punën që të bashkohemi. Mbase ka një term që shqiptari është vrarë veshi kooperativ, por duke qenë të bashkuar, secili prodhon vetë. Për interesin e produktit. Por e shet bashkë. Stani i Çajupit po shndërrohet kështu në një shembull të suksesshëm të ndërthurjes së traditës me zhvillimin modern, duke tërhequr gjithnjë më shumë vizitorë dhe duke krijuar mundësi të reja ekonomike për zonën e Gjirokastrës.